E nëse thot profeti alayhi salatu wassalam, kur bëhet llogaria për namazin, në fillim fare janë namazet farze. Nëse nuk dalin rregull, atëherë i thuhet shifni të robi im nëse ka fal ndonjë namaz suplementar, vullnetar, synete. Nga njëherë neve i neglizhojmë sunetet, Zoti na falt, i lejmë bazdore. Ne e dim që sunetet nuk janë të obligueshme. Dhe fjala sunet pra tradit ose mustahab, diçka e pëlqyeshme, çfarë do të thotë në terminologjinë fetare? Çfarë përkufizimi ka? Ka përkufizimin që nëse ti e bën atë gjë, merr shpërblime pafund tek Allahu xhaleshanu. Ama nëse nuk e bën, nuk ke as ndërshkim edhe as qortim. Dhe dikush thot, derisa nuk ka ndërshkim edhe qortim, nuk i fal sunetet ose nuk e kam detyrueshme dhe është puna ime. Patjetër që është puna jote dhe është çështja jote. Ama shife se çfarë thot profeti alayhi salatu wassalam. Kur mos dalin mirë llogarit me namazin farz që e ke obligim para Allahu xhaleshanuhu, atëherë Allahu xhelle xhelaluhu me mirësinë dhe me mëshirën e vet thot shihni ke robi im nëse ka synete dhe merrni nga synetet e tij që ka fal pra vullnetarisht dhe plotsoni namazin farz, ajo që është e detyrueshme. Çfarë është farzi, obligimi, vaxhibi? Është që nëse ti e bën merr shpërblime, po nëse nuk e bën ti ngarkohesh me mëkat dhe me gjunaf. Dhe Allahu xhaleshanu atë që ke detyrueshme i thot merrni thot nga nafilet që kanë falë nga synetet e robët e mi dhe plotsojani farzin, subhanallahu.